Konkurrencë nuk ka shumë të se është dhe vend malor, vend i vështirë. Po cilësia e qumshtit? Po cilësia mirë është, edhe këte nuk është cilësia e keqe, prandaj ishte më mirë për mua për shembull sa të kishim shumë qumësh delet, më jam shumë volum, a kupton? Nëse këtu është vendi i egër, nuk. Po pse ka rëndësi kullota shumë tek cilësia e qumshtit, ëh? Po ka shumë rëndësi, ka edhe te cilësia, po edhe tek për mua si fermer te volumi, litrat, a kupton? Sa ti më jeptem shumë dele, nëse këtu do japi e zëm 500 gram si shembull, aty vjen 700-800 për dele. E kuptoj. Nuk e merr për shembull atë qumësh që merr aty unë se marr këtu. Ti kush ti ka mësuar? Kam trashëguar nga babai, nga babi. Ah, nga babai. Pse edhe babai me këtë punë është. Me këtë punë është? Se na ata njëshin që e bër privat. Atë dëm sot. Po më përpara çfarë bënte babai? Kooperativ me delet e kooperativës. Me delet e kooperativës. Po, në Viktorika punon. Do të thënë ti arritur që se kam lindur dhe dëm sot mbas baktive. Hey people, për më shumë video si këto, ju ftoj të ndiqni faqet për Kaca.